e kemi rubriken me spec, ku këtë herë do të cilëm deputetin e Partisë Demokratike në Shqipëri, Sajmir Korreshin, i cili është parë një situatë fort të sikletshme gjatë ditës sotme në seancën që ishte shumë e tensionuar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Ai shihet se ka mbetur në mesin e disa deputetëve të tjerë, të cilët shpesh e shtypnin derisa përfundon edhe i lagur me ujë. Në një moment ai edhe shan teksa fort pra e përtyp një qamçakës. Ky në fakt ishte materiali fundit, por veç për këtë pjesë